Përgjetja e një vend parkimi në kryeqytet është kthyer në një nga sfidat më të mëdha për drejtuesit e automjeteve. Një vëzhgim në terren tregon se situata është rënduar edhe më shumë gjatë kohëve të fundit. Kjo për shkak të shtimit të numrit të mjeteve për familje, ndërtimet pa plan për vend parkime, por edhe mungesa e hapësirave të dedikuara që kanë përkeqësuar edhe më tepër këtë problematik në pothuajse çdo lagje të Tiranës. Qytetarët shpeshherë janë të detyruar të harxojnë minuta të tëra duke kërkuar për një vend të lirë për të parkuar automjetet e tyre. Kaosi nga parkimet e shumëfishta në Tiranë është shtuar ndjeshëm edhe prej çmimeve në parkimet private, që megjithse duken si një zgjidhje alternative, kanë një kosto mjaft të lartë duke rënduar edhe xhepat e qytetarëve. Ndërkohë parkimi i gabuar vazhdon të krijojë bllokime në rrugët e brendshme të lagjeve dhe kudo nëpër Tiranë, gjë që po përkeqësohet veçanërisht gjatë orëve të pikut të lëvizjes. Për qindra mijëra qytetarë që përdorin automjetin çdo ditë në Tiranë, parkimi mbetet një problem i pazgjidhur që jo vetëm u harxhon kohë, rrit shpenzimet e përditshme, por ndikon drejt për drejt edhe në qarkullimin dhe trafikun në kryeqytet. Kontrollet dhe gjobat nga aksionet e shpeshta që zhvillohen nga njësitë policore në Tiranë duket se nuk kanë sjellë ndryshim të situatës. Problemi me mungesën e vend parkimeve në Tiranë kërkon një zgjidhje afatgjatë për të ndihmuar jo vetëm qytetarët, por edhe planifikimin urban.